Mirë po ka një dhjend. Si nuk del një e dy, thot doktor. The game over. Po, mbase nuk ka burra në PD, sepse... Nuk ka burra në PD? Jo, po ka gra. Ke dy personazhe, ke Alesja Balliu, domethënë që dhe Ive Kokalari që janë të dyja që kanë thënë që do të kandidojnë përballë Berishës, me sa di unë. Po, kështu që janë vetëm dy gra që kanë pasur guxim të flasë, nuk ka pasur asnjë burr që ka pasur këtë guxim. Dhe kjo është diçka e cila duhet bëhet reflektohet, domethënë gjithë ata që kanë poste në PD edhe që mendojnë, nëse ata pastaj mendojnë që Berisha është i vetmi, pastaj është çështje. Gjithë kështu thonë, është i vetmi. Si asnjë nuk e bën atë që bën Berisha, edhe pse është 82 vjeç. Ora unë e them me shumë respekt, nuk e them me unë them që kjo nuk çon fitore po thon. Atëherë kjo tregon që ti nuk je burr tamam në kuptimin që të marrësh përgjegjësitë tua, sepse është më së e qartë që Berisha nuk mund të jetë armë e PD-s.